stret, I cili ka një profil komplet ndryshe, nuk merret me aktivitetin social të pashatarëve, merret me thelbin e çështjeve dhe me orientimin e tyre për zgjidhje tek instancat greke dhe mendoj që është një përgjegjësi shumë e madhe për ne. Në këtë kontekst, unë përcjell sot tek ju përgëzimin dhe falënderimin dhe mesazhin që diaspora është parë të gjithë së bashku më të mirë dhe jo thjesht në termin figurativ siç thoshë herë që me thënie të butshme, por realisht dhe praktikisht duke bashkëpunuar me të gjithë faktorin shqiptar në Greqi dhe diaspora ka një përgjegjësi shumë të madhe. Patra, shërbeta migrantëve Patra është një grup themel stabil I fortë që ka mbështetur dhe mbështet të nisë të madhe, mendoj është nder dhe për ne dhe përgjegjësi e madhe që shkojmë më tej. Në aspektin e dytë, unë vite si ekspert I çështjeve migracione duke u marrë me migrantët të paktën si në kuadër social, duke qenë sekretari I Federatës së Ligjit dhe kryetari I Federatës Shqiptare Greqi 2013-2014, më pas përgjegjësi I integrimit tek organizata jeta, sekretari I shkretës Lushnja, vazhdoi edhe sot, por duke ndjekur nga afër qoftë në seminar apo edhe në studime specifike lidhur me integrimin e migrantëve, kryesisht në çështjen e migracionit. Dhe mendoj ka shumë rëndësi të bëjmë një retrospektiv lidhur me historikën e migracionit në Greqi. Nuk do fillojmë detaj, por ka rëndësi për mua fakti që çfarë është Greqia për migracionin. Për ne Greqia sot është shtëpia jonë dhe mendoj në këtë thënie ose më saktë të pajtohen e të gjithë, sepse kemi zgjedhur të jetojmë në Greqi, por zhdushja jonë, brezi I parë dhe I dytë, sigurisht që brezi I tretë në qytetot ka vëllë e linës, ka vëllë e linës, pra është një çka që ne do ta shikojmë shumë më ndryshe. Greqia deri në 2014 nuk ka patur ligjet e migracionit, edhe se mund të duhet të çuditshme, ka pasur migrant, ka pasur vjedhur, ka pasur kod e migracionit. Në vitin 2010 ka qenë ligji më përparimtar, më I mirë, I mundshëm, deri më sot të flasim në Greqi, është ligji I famshëm 38-2010, I quajtur Nomos Ragussi, I cili çfarë fonte, për herë të parë në Greqi, bëri një përmbledhje të gjithë dekreteve presidenciale apo qarkoreve apo urdhërave administrore, të cilat ishin më shumë funksiononin në formë fotografimi, të cilat ishin ditare, sepse akoma dhe do të flasim, kompetencat e migracionit janë aq të shpërndara se që është pa mund të kuptosh, do të thotë, vërtet ka një Ministri I Migracionit, por kompetencat të ndarë, Ministria E Migracionit ka një pjesë përgjegjësive, Ministria E Brendshme ka një pjesë përgjegjësive, Ministria E Kujdesit Qytetarit ka një pjesë përgjegjësive, Ministria E Jashtme ka një pjesë përgjegjësive të kompetencave, por dhe Ministria E Financave. Pra, është një amondim të themi ligjor, institucional I cili nuk e ndihmon dhe ndaj kemi shumë probleme tek emigrantët. Por, pavarësisht kësaj, ishte Antoni Samarak, ministri I Greqisë, I cili këtë ligj, ka 88, e shënë gjykatën e lartë dhe e shpalli antikushtetues. Ka qenë një nga vendimet I cili solli edhe një herë në skenë frymën antiraciste, xenofobike dhe aq më tepër I dha frymë fashizmit dhe nacionalizmit në Greqi, duke sjellë në skenë si din shumë mirë agimin e artë, që më pas u shpall organizata terroriste, kriminale dhe kështu me radhë. Por për tek kësaj, duke patur një mungesë të madhe në legislacion në Greqi, Bashkimi Evropian, Greqia është pjesë e Bashkimit Evropian, ishte dënuar dhe është dënuar edhe sot të flasim, duke u gjobitur si nga gjykata e drejtat e njerit, por edhe me gjoba të larta për mos aplikimin e direktivave të Bashkimit Evropian. Dhe ka qenë kryeministri I Greqisë për qeveria e Tsipras, e Syrizës, në vitin 2014 dhe 15 që u detyruar në thonjza të ketë një kod të migracionit. Dhe kemi kodin e parë, është ligji 42-51-2014, që quhet kodi I migracionit, I cili bën një përmbledhje të përgjithshme të kësaj amolie ligjore në Greqi. Më pas, në 2015 ka qenë ligji 48-22 që quhet kodi I nështëzisë ose kodi I Cartagenias në Greqi, I cili riktheu, dhe kjo ka qenë një problem, unë kam qenë pjesë të themi duke qenë në federat, kemi pasur ndërtje përgjegjësinë, profesorë më shumë mirë dhe Kristiana më shumë mirë, keneve madje ka qenë një djalë tjetër në Koçukun në moment që ka pas pjesë në federat, e them për historik më shumë sepse është një fakt real që do të thotë që unë kam marrë pjesë tre në
Parlamentin e Greqisë, duke përfaqësuar Federatin Bashkëkombëtar të Greqisë, dhe kemi propozuar që të ketë dyshim të asnjë, sepse duke u shpatur ligji 38/2010 si ligj antikushtetues para çështjes ishte shumë e vështirë për çështjen e rikthimit të komplet ligjit të migracionit dhe ekipi negociator, përveç ekipi i ekspertëve të legjislaturës në Greqi, e kishin shumë të vështirë të kemi një terminologji të përshtatshme, që mund të mos vinë ndesh me vendimin e gjykatës lartë, sepse ishte shumë e vështirë. Pra, imagjinoni sa punë e vështirë ishte për vetë se ligre të kryej këtë problem. Gjithsesi, u bë munduari, e din tashmë në një moment më pas ka patur shumë kryesisht në Brezili, të sot numëruan më shumë se 120.000 ka marrë greke, edhe pse një pjesë e merr shumë shkëlqy, një pjesë ka kones, por nga Brezili para faktikisht ende ka shumë lërce dhe ka shumë pengesa dhe din shumë mirë. Sa të si kanë thonë zyrtarët e Ministrisë të Migracionit, janë rreth 60.000 shtetas shqiptar të cilët kanë fituar shtetësinë greke me 2 faza, pra faza e parë e kalimit të intervistë në komision deri në 2021. Dhe më pas, mbasi vendimit si një ndryshim që dullave me vendimin e Ministrit Voriti, që ktheu prodhimin e pekurisa për të nështësit që dini shumit, i cili sjell 2 pengesa kryesore. E para lidhet me faktin që është e pamundur me bazë materiale lëndë që ka për të mësuar një emigrant i cili nuk ka si objektiv të bëhet as fëmijë, as kryeminist, as deputet, por do të integrohet dhe të jetojë normalisht me familjen në shoqërinë greke, dhe fakti është të ardhët e penalizojnë atë, pra duke mos patur të ardhët e mjaftueshme që lidhen me automatikisht me rrogën bazë dhe nuk sjell lehtësira. Për shembull, kemi raste emergjente dhe siç u njoftua nga kryeministrat e Greqisë, gjithë botës në emergjenca lidhur me pandeminë, nuk u morën parasysh lehtësime, pra kemi shkaqe madhore, të cilat tu ofrojnë ndihmë emigrantë, qytetarëve me origjinë migrantore, të cilët marrin si greke. Faktikisht anka i aktivizohet sepse do sigurohet nga procesi i boshma dhe kishme rëndësishme mund të ndjehet ti procedura pasaj jetë për të gjyruar, po të pakën të dishme të këtë mbullim situacionin në spitale. Në çdo rast tjetër, nuk ka të shans për të bërë dokumenta në Greqi. Dhe këtu marrë shkasën këtë se një lajm tjetër duke falëruar zonën për mirë të mësar. Kujdes, një aplikim i sotëm në formë elektronike në Greqi për pajisjen e regjistrimit, automatikisht është dhe aplikim për personalimin dhe për të humbur të drejtën e ligrimit në Greqi, sepse nëse aplikimi që bëni nuk është i saktë, ka mungesë dokumentacioni apo më tepër bëhet në një kategori ndryshe nga personat pa përgjithshëm, nuk futet fare në sala greke, por merr një vendim penalizues ku të hetë për 5 vjet të shpatë person të padëshurueshëm dhe nëse ndalon policia pasaj në zonën e punës. Atëherë zoti Monti, faleminderit shumë, po profesionistë Monika. Për përgatitin e tij dhe për çka ne dëgjuam sot këtu, do të thotë që ky person nuk ndalon, i cili nuk të sjell asnjë lloj të ardhmë, vetëm punë lëkohe, do të thotë që i ke shërbyer shoqërisë për çdo gjë pozitive që shoqëria sot ka pas nevojë, sot dhe në të kaluarën, edhe në të ardhmen. Pra, secili nga ju, jo që jeni këtu, por dhe shumë të tjerë që nuk ndodhen këtu, nuk besoj se nuk e ka pak informacion në plot nga zyra jonë dhe falas për çdo gjë që na ka kërkuar ndihmë. Pra, ne jemi përgjigjur më së miri kërkesës dhe nevojës suaj, por shumë herë nuk kemi patur mbështetjen tuaj, nuk kemi patur fjalën tuaj. Pra është një lloj sikur në vitin 2012, më dhem kjo pjesë, dua t'ju theksoj që kemi dalë për ligjin e mbështetjes, kemi dalë tek platëja Jordiu në një grevë. Po t'ju them që në shkallë kombëtare u bëja grevë dhe në Patra, duke bërë unë personalisht 500 telefonata gjatë 2 ditëve të fundit. Dhe në grevë kanë qenë unë me tim shoq me parrullën, ka qenë motra e Marie Zera dhe Liko Cuku me të shoqën. Dhe kemi qenë vetëm 3 çifte. Se 2 metra distancione, ky është problemi. Për shumë të të falënderoj për këtë. Të them edhe një shembull. Ka vllai në Itali. I ka lënë fëmijët atje.
e morën në mënyrë të mënjëhershme, pa provime, pa gjë, një paravër 250. Ka motrën, 25 vjetë martuar me grek. Ka gocën 21 vjeçë greke. Ka epiqirisë, si të ndërmarrë në mërbet, do me thënë është embullume dhe ka në ekonomike, e dha dhe provimin, çfarë dinte avokati grek që i tha motrës time, nuk e për ta marrë. Kjo është çudia. Faleminderit. Shumë e të që vjetë të tjë. Me Shqip, ajo zonja atje po jetë mësim Shqip, dhe ne duhet të mësojmë Shqip, jo të flasim grekisht. Unë jam moshatare, nuk e di grekisht e zemre. Iko kjo, pyetja ime më elementare është, lëri burin me njanë për 600 esma, dojgji pensionin është 69 vjeç, pa pension. Unë jam me letra, jani më ka marrë nusen, ka bërë 3 fëmijë, ka hyrë, po bërë 5 vjetë. Se shkemi njën pashaportën Turkje, mu doqë me këtë 3 vjeqare, se s'kishtë mbushur moshën të bëndë. Ori la përrajsi që dasi, najkë s'ka kustorifiko, kina so a polici jeti si jetë γιατί δυστυχώς δεν υπάρχει πλέον από την νόμη που να προβλέπει οι συγκεκριμένες κατηγορίες να περάσουν και να φροντίσουν όνομα. Ακόμα και εσένα σε προβλέπουμε ζώνα. Atëherë përshëndetje të gjithëve, mirë se na erdhët. Ju uroj një muaj të mbarë, me që sot është dita e parë e muajit mars. Ju uroj një vit të mbarë, plot shëndet dhe suksese dhe mbarësi në familjet tuaja, në punët e përditshme dhe në çdo gjë tjetër që ju keni marrë përsipër. Së pari doja të falenderoj secilin prej jush në veçantë për atë mbështetjen e përhershme që keni bërë gjatë gjithë vitit, për të cilin është ai qëllim që ne jemi mbledhur sot. Sipas programit që keni marrë në duar, pika e parë e rendit të ditës së sotme është, përveç se një përshëndetje nga secili prej nesh, është edhe dhënia e llogarisë së vitit të kaluar. Por unë do të shkoja pak më pas nga fillimi viti i 2025-s. Përse? Sepse jo rastësisht sot jemi këtu, e gjithë kryesia, sepse në fund të vitit 2024 ne kemi patur zgjedhjet e Tiranës. Pra, si çdo shoqat tjetër, edhe shoqata jonë e ka në statut një nen i cili thot çdo 3 vjet duhet të bëjë zgjedhjet e asamblesë së përgjithshme për kryesinë e re dhe kryetarin. Pra, sot jemi mbledhur për të bërë mbledhjen e përgjithshme të asamblesë së përgjithshme të shoqatës Emigranti Patra dhe njëkohësisht shfrytëzuam edhe momentin për të prerë pitën, ose siç e themi edhe neve në Shqipëri, për të bërë atë adetin shqiptar që ne në zonat tona e kishim me kulaç me lek brenda, kurse këtu i thon pita dhe ne e quajmë më mirë prerje të pitës të shoqatës Emigranti Patra, të shkollës Shqipe në Infrashi Patra dhe të grupit të Dallës Zëri Traditës, për të cilën jemi neve që krenohemi për herë dhe gjithmonë me ta. Siç jeni në dieni shumica, por unë po e theksoj edhe një herë që zgjedhjet tona janë bërë 6 herë dhe shkojmë në zgjedhjet e 7-ta. Pra, duke qenë e vetmja që kanë përjetuar të 6-ta kryesitë e mëparshme, po i bëj një rezume që secila nga kryesit ka dhënë të pamundurën e mundshme. Do më thënë, secila kryesi ka punuar me të gjitha forcat për t'i dhënë shoqërisë që jetojmë çdo gjë me vlerë dhe çdo gjë që ne do krenohemi sot pas 19 vitesh. Pra, siç e theksova, jemi në vitin e 19. Dhe ajo që duhet theksuar akoma më tepër është që me themelimin e shoqatës para 19 vitesh është themeluar dhe bashkërenduesja ose krenaria e shoqatës Shkolla Shqipe në Infrashi Patra. Pra ato të dyja lindën për nevojën e njëra tjetrës dhe për të plotësuar njëra tjetrën. Dhe po kështu rodhën vitet duke u bërë 6 herë zgjedhjet normale, ligjore, me qetësi dhe në mënyrë demokratike.
Prandaj, edhe zgjedhjet e fundit të 2024, të nëntor të 2024, sollën përpara jush një kryesi të re, me një frym të re, me ide dhe propozime po ashtu, dhe ajo kryesi ka bërë atë që ju do shikoni sot këtu në monitor, ka bërë atë punë që secili nga ju mund ta bënte akoma më mirë, por ja që kjo kryesi u votua, kështu që bëri atë që mundet. Dhe ata që duhet të vlerësoni jeni ju. Ashtu sikurse na keni vlerësuar edhe gjatë gjithë vitit. Gjithsesi, fillon fjala ime sot nuk ka asnjë vlerë, përveç një përshëndetje urimi, pasi fjala ime sot është vepra, që ju do shikoni këtu. Kështu që unë ju falenderoj, ju përshëndes, ju jam mirënjohës për gjithçka që na keni ofruar dhe na keni mbështetur. Prandaj, para se të kaloj tek dhënia llogarisë, dua një përshëndetje të veçantë për të ardhurit nga larg, për miqtë tanë, për kolegët dhe për përfaqësuesit tanë që me dinjitet të plot na përfaqësojnë në zërin ton akoma më lart. Zoti Edmond Guri. Përfaqësuesit në sporт shqiptar në Greqi. Zoti Kristo Dofrim Hasan, i cili shumë herë nuk flet me fjalën e tij, po flet me penën e tij, me pinelin e tij. Pra, piktor i shquar dhe i vlerësuar nga të dyja vendet, Shqipëri, Greqi, dhe jo vetëm, sepse shumë herë kemi dalë edhe më tej. Qesh Dofrimi sepse ne shkuam në Francë, ne shkuam në Paris dhe ne shkuam për Dofrimin dhe dhëntrin Angeli Pas. Kështu që neve shkuam si ata krushit pa dhëndër, edhe dhëndri Angeli Pas dhe neve shijuam veprën e Zotit Dofrim në Paris. Kështu që vepra ti ka tejkaluar kufit e Greqisë dhe Shqipërisë, ndaj dhe ne krenohim me atë një dorëtrokitje të ngrohtë. Atëherë, kryetari i nderit bën një përshëndetje, Zoti Ilyas Boba, bën një përshëndetje për ju dhe vazhdojmë pastaj me dhënien e llogarisë. Faleminderit. Të nderuar pjesëmarrës, mirë se nuk do mbaj fjalimet gjata se nuk ka nevojë. Ne këtu kemi 19 vjet që përpikemi të japim diçka. Gjykuesit jeni ju, punëtorët jemi ne, që na keni vënë për të kryer një fakt e ty. Është kënaqësi që patra e ban një shoqat prej kaq vitesh, nga ato shoqatat që bëjnë punë, jo nga ato të reklamave të Facebookut. Unë mendoj se kjo shoqat me gjithë hapësirën e saj në radhë të parë meriton një nderim për atë punë që ka bërë ndër vite, për ndihmën e saj në të gjitha drejtimet për aktivitetet veçanërisht kulturore dhe bashkëpunimin me shkollën shqipe të cilën e drejtoj prej 19 vjetësh dhe quhem shumë i nderuar për këtë gjë. Uroj që sot të kalojmë bukur, të jetë një ditë festive, ju ta thoni fjalën tuaj, mendimin tuaj ndryshe i cili ka vlerë të veçantë, po më shumë ka vlerë të vlerësohet kjo shoqat për punën e saj vullnetare që bën, nga të gjithë ju dhe mbi të gjitha nga kjo kryesi që ju e keni zgjedhur dhe uroj një muaj të mbarë. Ju falenderit shumë. Jeni nderuar që jam para jush. Do të theksoja sepse dikush mund të ketë edhe ndonjë pyetje që përse Zoti Gramoz bëri pas, edhe përse ndodhin këto gjëra, ne duam të theksojmë që Gramoz Qafa jo vetëm që ka qenë që në hapët e parë deri për mua, po është një detyrë për të cilën unë ju vlerësova dhe bashkëpunimin e ngushtë pas here me bashkinë e Tatrës dhe jo vetëm. Sepse bashkëpunimi jonë ka shkuar dhe më tej, dhe mos të tem ka dalë dhe jashtë kufive të Greqisë dhe të Shqipërisë. Pra si që shikoni dhe vetë, zgjedhjet u bën transparente, u bën të lira dhe e lira do ishte që të kishte. Dikush do thotë që deri tani me ndershmëri dhe dinjitet, ashtu duam dhe këta t'ju aqojnë brezat të aq. Prandaj, një falënderim të veçantë këtu
për të gjithë fëmijët e prezit të ri. Në nëtuje, Anela Muaraj, e cila marrë përsëri e Mënyra se si neve kërkojmë gjërat ndaj shtetit ku neve jetojmë, është mënyra se si ne shtojmë problemet, edhe është edhe mënyra se si ne komunikojmë me njerëzit për të promovuar ato të mira edhe ato cilësi kombëtare që kemi ne. Kaq, ju uroj të mirat edhe bashkë shoqata. Kemi të detyruar që në orën 4 të shkojmë në mësimin e gjuhës shqipe. Por për ta mbyllur bukur dhe shumë të qartë, dua ta para se të jap fjalën e Vilës, dua patjetër t'ia kthej përgjigjen e saktë Lulus për sa i përket mësuesës së gjuhës shqipe, sepse është pika dobët që mua më dha. Të drejtë tyre, sepse kjo sallë këtu ka dhe një bukurie të veçantë që ka dhe një vend aty për të harmonizuar pak sepse u lodhëm duke biseduar, do ftoja që prej repritës së shoqatës emigranti Patra ta priste zoti Kristo të Frimasa, që është antar i nderit të shoqatës, për të vlerësuar këtë se të pare se të vazhdoj po. Ulime. Pas dorën e mbarë më rrëmë. Unë nuk jam e krishterja musliman, po s'ka problem. Unë i besoj të gjitha ato. Partia dhe SDE pra para këtë. Faleminderit shumë. Pas ta neve kishim në krye, sepse tani tashme ka marrë vendlindja dhe patjetër që do ta marrë, si s'bësh ndryshe, por neve e kemi bashkëpunimin të hapur. Gëzuar Irma. Sajë dhe bashkësi. Prandaj, një falënderim të veçantë këtu për të gjithë fëmijët e prezit të ri. Caktuar si e
organizatoria e festave për vitin që shkojnë. Dhe në festën e parë që u organizuar 2024 në lokalin e Leonas, në festën e Flamurit, menduam pas një bashkëbisedimi me komunitetin shqiptar, me miqtë tanë, që dhe ata e njerëz të nderuar dhe kemi miqë shok, që kjo festë të bëjë përbashkët, përse jo të gjithë së bashku për një qëllim, për një flamur, për një kohë, për gjuhën tonë të blidheshëm na bashkonte. Dhe është në linjë tur, është kjo rini dhe këto rinjë të tre që janë satë të rinjë. Mendoj është mesazhi më kuptuar plot që më parë gjatë këtyre viteve në aktivitetin që më shkëja. Dhe mendoj e duan një ata të rinj sepse është e ardhmja. Unë sot këtu marr pjesë në dy profile, së pari si përfaqësues i kryesisë provizore të diasporës shqiptare në Greqi, të cilën në bashkëpunim të ngushtë me shoqatën tuaj, me profesorin e nderuar Ilyas Bobaj, me të cilin kemi nderin dhe përgjegjësinë timi pjesë e kryesisë provizore, dhe siç jeni informuar, 29 mars diaspora zhvillon zgjedhjet e radhës dhe është një përgjegjësi jo vetëm personale, jo vetëm shoqërore, lokale, por është, do të thosha, një përgjegjësi kolektive dhe kombëtare, sepse është një organ i shkallës tretë, i cili ka një profil komplet ndryshe, nuk merret me aktivitetin social të bashkëtarëve, merret me thelbin e çështjeve dhe me orientimin e tyre për zgjidhje tek instancat greke, dhe mendoj që është një përgjegjësi shumë e madhe për ne. Në këtë kontekst, unë përcjell sot tek ju përgëzimin dhe falënderimet dhe mesazhin që diaspora është pranur, të gjithë së bashku për më të mirë dhe jo thjesht në termin figurativ, siç do shpeshherë që me thënie të butshme, por realisht dhe praktikisht duke bashkëpunuar me të gjithë faktorin shqiptar në Greqi, dhe diaspora ka një përgjegjësi shumë të madhe. Patra, shoqata emigrante Patra është një gur themel stabil, i fort, që ka mbështetur dhe mbështet këtë nisë të madhe, mendoj është nder dhe për ne dhe përgjegjësi e madhe që të shkojmë më tej. Në aspektin e dytë, unë vi dhe si ekspert i çështjeve migracione, duke u marrë me migrantët të paktën si në kuadër social, duke qenë sekretari i Federatës së Likur dhe kryetari i Federatës Shqiptare Greqi 2013-2018, më pas përgjegjës i integrimit tek organizata ETA, sekretari i shoqatës Lushnja, vazhdoi edhe sot, por duke ndjekur nga afër qoftë në seminar apo edhe në studime specifike lidhur me integrimin e migrantëve dhe kryesisht në çështjen e migracionit. Tjetër, dua të shtoj vetëm kaq që është shumë e rëndësishme për ne. Shoqata Emigranti Patra, që në hapat e saj të para, ka deruar një zyrë ligjore. Organizat duhet të marrë përmasat më të mëdha tejet këtyre që kemi të rimë sot, ne do vazhdojmë akoma më tepër problemet dhe akoma më keq se që kemi patur të rimë sot. Personalisht, as nuk kam patur, as nuk do kem probleme me anën ligjore. Unë jam zëri juaj nëse jeni ju që më mbështesni. Faleminderit. Do të më falë. Kjo është një pikë që godet fuqishëm të gjithë emigrantët shqiptarë që ndodhen në Greqi. Le t'i ndajmë me çfarë. Ja vlen të ngrihemi edhe një herë dhe shpresoj të mirë kuptojmë. Jo falënderoj shumë zot Jurmon për gjithçka, edhe për këtë konsultim të mrekullueshëm dhe njohjen tuaj që keni në këtë pikë, por edhe për kontributin në krijimin dhe zgjedhjet e tij, që nga autobusët, që nga shkëmbimi tregtar. Nuk ka asnjë bashkëpunim tjetër dhe kulturor, to që janë kështu. Asnjë bashkëpunim tjetër ndërmjet këtyre dy shtetëve. Domethënë, Shqip. Ai që është me 2000 jensiman, nëse në Gjermani merr kot flasë, 300 euro pension, këtu nuk merr. Asnjë vendim të përbashkët nuk ka ndërmjet tyre dhe këto pensione nuk njën të përkohshme këtu. Do me thënë, individi nuk arrin dot. Në dorë duhet ta marrë shteti, se ne nuk e kemi lënë në shtetësinë shqiptare
E kemi dhe jemi krenar për të, dhe do t'jemi sa të kemi frymë. Por ama, shteti ynë nuk e ka marrë përgjegjësinë që duhet. Ngrejmë probleme, organizojmë aktivitete, tregojmë kush jemi, nga jemi edhe si edhe vlerat tona artistike dhe kulturore, por nga ana tjetër vjen shumë keq dhe Patra është qytet i tretë nga madhësia e Greqisë, por ka 300 shqiptarësh.